Tre ngjarje të ndryshme janë referuar në prokurorinë e Shkodrës gjatë 24 orëve të fundit. Një 15 vjeçare është dërguar me urgjencë në spitalin rajonal të Shkodrës pas ditën e së dielës, pasi dyshohet se kishte konsumuar mbi dozë medikamentesh. E mitura ka marrë ndihmën e nevojshme mjekësore dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Specialistët për hetimin e krimeve në stacionin e policisë Velipoj kanë referuar materialet në prokurori për vlerësimin e mëtejshëm të këtij rasti. Ndërkohë në qytetin e Shkodrës ka nisur procedimi penal ndaj dy vëllezërve, 63 dhe 58 vjeç, të cilët dyshohet se kanë ushtruar dhunë psikologjike ndaj motrës së tyre. Rasti është referuar nga specialistët për hetimin e krimeve pranë komisariatit të policisë Shkodër, ndërkohë që vijojnë hetimet për sqarimin e plotë të rrethanave të rastit. Një tjetër procedim penal ka nisur edhe në fushën e qarkullimit rrugor. Një 57 vjeçar nga fshati Postrip, duke drejtuar një motomjet pa leje drejtimi, ka humbur kontrollin dhe është përplasur me një automjet të drejtuar nga një 23 vjeçar nga fshati Ura e Shtrenjtë. Si pasojë e aksidentit, është dëmtuar drejtuesi i automjetit i cili ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Materialet procedurale për të tre rastet në fjalë janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.